U mbushën 5 vjet që nga ndarësimi i Maqedonisë në NATO, që është kapitull i rëndësishëm për vendin tonë, tha ministri i jashtëm Tinço Mucunski në takimin me ambasadorët e vendeve anëtare të aleancës. Ai shprehu mirënjohje për ndihmën e ofruar në zjarrin e tmerrshëm në Koçan, duke thënë se forca e solidaritetit është karakteristika kryesore e aleancës. Mucunski në fjalimin e tij dërgoi mesazh për integrim të plotë të rajonit, që është faktor kyç për stabilitetin. За нас е особено значено што НАТО и Европската унија го препознаваат стратешкото значење на овој регион. И го поздравуваме с големеното присуство на овие две значајни организации во напорите да се осигура на тамошната стабилност и просперитет на регионот. Верувам дека имаме заедничка одговорност да се справиме со злонамерните активности чија цел е да продуцираат нестабилност и да го оттргнат регионот од неговиот европски и евроатлантски пат. Antarësimi ynë 5 vjeçar në NATO nuk është vetëm arritje formale, por është provë për përkushtimin tonë ndaj paqes, sigurisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, tha zëvendësministra e mbrojtjes Elfete Ismaili. Нашето членство во НАТО пред 5 години не е само гаранција за нашата безбедност, туку и можност да придонесеме за регионалниот и меѓународниот мир и стабилност, се разбира. Сега ние стоиме покрај нашите сојузници како доверлив и посветен partner. Si sot, 5 vite më parë, Maqedonia e Veriut u bë antarja e 30 e NATO-s, pasi paraprakisht e plotësoi kushtin e Greqisë për ndryshimin e emrit.